E vërteta që rallë thuhet, e vërteta që do guxim, e vërteta që duhet të thuhet, por në mentalitetin, në kulturën tonë, në shoqërinë tonë, e vërteta është më e dhimbshme. Të paktën ky është kasti apo filmi që Luiz Eli dhe Chiara Tito do të sjellën së shpejti. Përshëndetje për të gjithë. Jeni me mua Tirona Lirin këtu në kanalin Monitor TV. E nisa me qëllim këtë video në këtë formë për të ardhur pranë jush në një formë më ndryshe. Ju e dini shumë bukur që personazhet të cilët na morën shpirtin, na morën zemrën, i dashuruam, i duar trokitëm, u fasionuam pas tyre, Luizi edhe Kiara e ti e dashur, së shpejti do të sjellin filmin e tyre më të ri. Së shpejti do të sjellin një projekt i cili me patjetër do të na mbërthej për kinemaje, por do të na mbërthej edhe për YouTube i momentin që filmi do të lançohet në YouTube. Njëherë do të del si trailer, besoj në fund të janarit vitit 2026 dhe në shkurt, ashtu siç vetë Luizi dhe Kiara kanë komunikuar për publikun shqiptar në rrjetet sociale të tyre, filmi do të ketë maratonën e tij premier në kryeqytete dhe në diaspora atje ku shqiptarët janë. Por, pyetja më e madhe e publikut shqiptar është se çfarë përmban ky film brenda. Kemi pjesë të filmit edhe Bjort Mezinin, një personazh i cili njihet nga Big Brother, një aktor i dashur për publikun, një njeri i cili ka një pamje interesante. Kemi aktor të ndryshëm brenda në film, që do të thënë nuk është vetëm Luizi dhe Kiara, por është një film i stërmbushur apo një film i plot. Kemi të bëjmë me një gjë shumë profesionale. Ju e dini shumë bukur që regjizori kryesor i këtij filmi është Luiz Eli. Do të them pse regjizori kryesor, sepse Luiz Eli ishte ai i cili të cilit i lindi ideja, i cili e shkruajti iden se çfarë filmi në fakt dëshiron të sjellën te publiku shqiptar dhe ishte pikërisht ai i cili publikisht e kërkoi ndihmën e regjizorëve të cilët do ta mundësonin realizimin e këtij filmi. Chiara Tito, e ftuar në Top Albania Radio, komentoi filmin, tregoi që do të ketë një rol shumë të rëndësishëm në këtë film, edhe pse Portokalli e ndihmoi Kiarën për të treguar zgjuarsinë e saj në raport me këtë film. Por, çfarë përmban filmi? Në një qytet ku të gjithë flasin, por pak dëgjojnë, Luizi dhe Kiara kthehen për të rrëfyer një histori që nuk është as glamur, por as i zbukuruar, por e vërteta e tyre. Filmi nis me një fragment të jetës së tyre pas dritave të studios, kur fama nuk është më zhurmë, por është peshë. Aty ku të qeshurat e publikut shuhen, mbeten dy zemra që duhet të flasin realisht. Kamerat të ndjekin Luizin në skutat e mendimeve të tij, aty ku humori mban maskën e lodhjes, aty ku suksesi nuk është gjithmonë shpëtim. Kiara shfaqet si dritë dhe stuhia e saj, një grua që kërkon të mbrojë dashurinë, por edhe veten. Realisht Luizi dhe Kiara kanë patur një luftë të madhe për të mbrojtur dashurinë e tyre. Konfliktet nuk fshihen e as e kaluara. Filmi eksploron pikërisht ato momente ku dy njerëz duhet të zgjedhin mes të vërtetës edhe shfaqjes. Shikuesi udhëton nëpër skena ku mediat bëhen thik me dy presa, ku opinioni publik është gjyqtar pa prova dhe ku dashuria nuk është gjithmonë prehje, por betejë. Por në mes të gjithçkaje ekziston një e vërtetë që as ata vetë se kanë guxuar ta pranojnë, që nuk janë perfekt, por janë të vërtetë. Në fund, filmi s'ka nevojë për një fund të madh, sepse e vërteta që rrallë thuhet mjafton vetë. Do të thënë është komplet të rrugtimi i një dashurie të bukur të Kiarës edhe të Luizit dhe sfidave që ato bën dhe sot janë së bashku me Luna Marin. Dëshira ime është që brenda këtij filmi të shoh edhe Luna Marin, të ndjej energjinë e babait të Luizit, pasi që emri i Lunës rrjedhet nga origjina familjare, nga gjyshi, në këtë rast babai i Luizit, më pas nga origjina e familjes Eli, dhe sot është Luna Mari, një vajzë e cila po rritet në dashurinë e familjes edhe të prindërve. Ky është shpjegimi im nga ajo që unë kam arritur të kuptoj, nga komentet që unë kam bërë të pandalshme për vite me radhë për çiftin, por dua të marr edhe mendimin tuaj.